gazetari, analisti, publicisti dhe studiusi mirënjohur shqiptar, Roland Qafoku, në një artikull të publikuar vite më parë, shkruante rreth vrasjes së kolosit të madh shqiptar, Luiç Gurakuqi, nga kushëriri i tij për interesat e Ahmet Zogut. Qafoku kështu e nis të shkrimin e tij. Delegat, firmetar dhe shkrues i tekstit të proklamatës së pavarësisë. I mjaftonin vetëm këto 3 punë që Luiç Gurakuqi bëri në jetë për të thënë se atë thënët e 2 marsit 1925 ishte vrarë një nga shqiptarët më të mëdhenj që kanë nxjerrur këtë tokë. Kur akrepi i madh me të voglin ishin pothitur në ora 21 të mbrëmjes, 3 plumba të dalë nga revolveri i Balqion Stambollës e lanë të vdekur në vend, duke ndërprer jetën e atij që jo vetëm i kishte dhënë Shqipërisë, por që mund t'i jepte akoma më shumë. Edhe sot, në bajet e Italisë, në vendin ku vra Luiç Gurakuqi, ndodh një pllakat që shënon këtë krim të kryer nga një shqiptar pas një vlerë, nga një shqiptar tjetër që ka shënuar emrin mes kombit të madh shqiptar. Sikur ta ndjente vrasjen, Luiç Gurakuqi ka lënë pas një amanet me këshilla për jetën, e që më shumë duken si për vete se sa për të tjerët. E shkruar me 29 dorë të vitit 1919, vargjet e saj janë monumentale. Armet e mbushme mos me i dhan, me shok tuaj kur mos më nxan, kur rruj trubullt mos me i ra, mos me dalën në bat pa ba, vendin tuaj me e dasht për orë, me rujt bes, mos me qartë në dorë, të hujnë me fjalë, mos apo shtoni. Buken para, po t'ja shtroni, në Shqipni si është kënë zakoni, me i besu, mos i besoni. Pak minuta, se orat e shkon të 21:00, e datës 2 mars të vitit 1925, Luiç Gurakuqi u kërkoi leje të largohej miqve të tij, me të cilët ishte duke darkuar në hotelin Cavour në Bari, Dan Hasani dhe Riza Dani, me bashkëshorten e tij Makbule, nuk u habitën shumë për largimin e beft, teksa dëgjuan se Arimi se do të shkonte në shtëpinë e mikut të tij Sotirit, që sipas Gurakuqit i kishte premtuar të bijës t'i jepte dhuratë një kukull. Por teksa vuri këmbën në pragun e portës së hotelit Balqion Stambolla, djali i tezës së tij i doli papritur përpara dhe pa i folur, e qelloi me revolver disa herë në trup, duke shkaktuar plagë të rënda. Mbritja e miqve me të cilët kishte darkuar, ose edhe personat të tjera aty pranë e berit pa nevojshëm ndihmën që donin të jepnin. Luiç Gurakuqi u ndroi jetë vetëm disa minuta pas atentatit. Skenën e vrasjes e sjell në kujtimet e veta Seifi Vllamasi, ku thoshte: nuk qëndroj gjatë aty, nga ora 21 doli nga kafeneja, kur papritmas ndjeu krismat e një revolveri. Gjithçka ndodhi kaq shpejt e pa kuptuar, sa ai as nuk pati kohë të thoshte asgjë. Ra përmbysi një lis i kputur në mes, i mbytur në një pellg gjaku. Një nga 3 plumbat e kishte përshkruar në zemër, e porsa hepe në karrocë të çonin në spital e zemër e madhe, pushoi se rrahuri. Që Balqion Stambolla ishte nxitur dhe paguar për të vrarë Luiç Gurakuqin kundrejt shpërblimit, këtë vërteton një letër e tij e dërguar nga burgu ku ndodhej. Një gjysmë analfabet, me një shkrim plot gabime ortografike, pa pika, pa presje, dhe me mendime të jetë konfuze deri në çuditje, plot ankth edhe pa pikën e inteligjencës. Stambolla
lënë një provë të pakundërshtueshme se jo vetëm ai ishte autori, por se prapa kësaj vrasje qëndronin 3 pushtetarë të mëdhenj të asaj kohe: kryeministri Ahmet Zogu, konati i tij Zeno Bej Kryziu dhe konsulli i Shqipërisë në Bari, Çatin Saraçi. Ndër të tjera, Stambolla kishte shkruar në letër: kërkoj mbrojtje, dërgoni të holla, ndërmjetësoni për pushtim pranë qeverisë italiane. Pyetni Çatin Saraçin ku është. Besa, ndihma. Baltian Stambolla, Carceri Guizdaro Bari, shkeqësisë e tij Ahmet Zogu Tirana Albania, shkeqësisë e tij Zeno Begjakova Gjakov, Çatin Saraç Hotel de la Villa. Kështu përfundonte shkrimin me plot gabime Baltian Stambolla. Me vrasjen e Luiç Gorakuqit, Ahmet Zogu tashmë kryeminist për herë të dytë nuk kishte frikë me askënd. Vetëm 3 muaj më vonë, pas triumfit e tij mbi Tiranë dhe dëbimit të qeverisë së Fanolit me 24 dhjetor të vitit 1924, vrasja e Luiç Gorakuqit ishte eliminimi i një kundërshtari shumë herë më të rrezikshëm në planin politik, aq sa teksa mori vesh lajmin për vrasjen e tij, goditi disa miq të huaj dhe u thotë: tash nuk druhem më kënd. Por intriga dhe dora e Ahmet Zogu dhe miqve të tij mbështetet në prova të tjera. Studiuesi Piro Tako ka zbuluar një dëshmi tetë interesante të dhëndrit të tij për medjen jugosllave. A ka qenë në efektin e alkoolit apo të një vetëkënaqësie deri në deje? Kjo nuk dihet, por Zeno Bej Kryziu e ka pranuar publikisht vrasjen e Gorakuqit dhe të 2 politikanëve të tjerë shumë të njohur. Nuk do të kalonin vetëm disa muaj kur ish-ministri i tij Zeno Bej Kryziu do të deklaronte me mburrje e me një cinizëm të jashtëzakonshëm korespondentit e gazetës jugoslave Novosti: unë kam xhan dhe kam vrarë mikun tuaj, Marko Raspopovicin, unë kam vrarë Zia Dibren, Bajram Curin, Luiç Gorakuqin, për paqen tuaj e toren, ka thënë ai. Diplomati dhe njeriu besuar i Ahmet Zogut, Çatin Saraçi, i ve vulën intrigës dhe implikimit të vetes së vet, të komanduar nga Ahmet Zogu në komplotin e vrasjes së Luiç Gorakuqit. Në kujtimet e tij, Saraçi konfirmon çdo dyshim të cilën ishte ideatori dhe organizatori e kësaj vrasje. Mbas këtij epizodi tragjik, ai doli t'i fitoja zemrën Zogut dhe të besha njeriu i tij me besuar. Sa i takon krimit të mësipërm, ishte me se natyrshme që emri im të përlyej e të lidhej me atë të Zogut. Unë nisam për në Tiranë dhe kur mbrita gjeta Zogun dhe konatin e tij Zeno Kryziun, shënde verë dhe krenar për atë çfarë kishte ngjarë në Bari. Por, ndërsa zyrat e politikës kishte dyshime për implikimin ose jo të Ahmet Zogut, media shkruante hapur se ai ishte vrasi, ndërsa Stambolla kishte tërhequr këmbëzën e pistoletës. Gazeta aso kohë Liria Kombëtare shkruante në faqen e parë: të gjithë e dim se Gorakuqin e vrau regjimi feudal i Shqipërisë. Gorakuqin pra e vrau aty regjimi që kryesohet sot për Ahmet Zogut. Me shumë miq, por edhe me shumë armiq, Luiç Gorakuqi i kishte publik kundërshtarit politik që në gjuhën shqipe do të thoshte armiq për vdekje. Ahmet Zogu nuk ishte as i vetmi e as armiku kryesor i tij. Mjafton të sjellim se si e kanë komentuar 2 personazhet e eliminuar të kohës vrasjen e Luiç Gorakuqit. Nuk ka asnjë arsyetim cinizmi ekstrem i Fajkonicës, që duket se kanë gjyer me acid penën teksa për Gorakuqin dhe Ismail Qemalin shkroi: vdekja nuk i çliron këta aktor politik nga gjyqi i historisë. Në këtë linjë, por mendime më të rrumbullaksuara është Ekrem Bej Vlora, që në kujtimet e tij shkruante: po të ishte nevoja,
qoftë edhe kundër pikpamjeve të veta, a do të bashkohej edhe me djallin, mjaft që na kundërvijej neve. Kryeministri Ahmet Zogu i kishte kërkuar qeverisë italiane kthimin në Shqipëri të 10 emigrantëve më të rrezikshme politik. I dyti në listë, pas fanolit ishte Luigi Gorakuqi. E gjithë kjo në këmbim të plotësimit të kërkesave të Italisë, por duke përjashtuar kërkesën për koncesion për shfrytëzimin e zonave me naftë dhe gaz. Këtë drejt, Zogu ja kishte dhënë kompanisë britanike Anglo-Persian Oil Company kundrejt në rishfetit e mirë. Por homologu i Zogut, kryeministri italian Benito Mussolini, reagoi ashpër duke kërcënuar Zogun me një letër ndërmjet së cilës i kujtonte se pikërisht me këta emigrant ai do të nxiste rrëzimin e tij nga pushteti. Kjo ishte një kamban alarmi për Zogun, i cili vuur në jetë planin për eliminimin e këtij grupi emigrantesh. Si punë të parë, emëroi bashkëpunëtorin e tij, Çatin Saraçi, si konsull në Bari. Së dyti, nëpërmjet shërbimit sekret, infiltroi në radhë emigrantëve Baltion Stambollën, një personazh me shumë probleme kriminale dhe disa herë i burgosur, dhe së treti u bë përzgjedhja e personit më të rrezikshëm që do të eliminohej. Për Zogun, frika më e madhe vendim nga një emër, nga Luigi Gorakuqi. Dhe ashtu ndodhi. Nga një përplasje juridike në hetimin dhe gjykimin e vrasjes së Luigi Gorakuqit, që të le pa fjalë sot, e 101 vite më parë. Në sentencën e prokurorit pranë gjykatës së apelit të Puljas, thuhej qartë se cili ishte autori dhe cili ishte motivi i krimit. Baltion Stambolla e kishte përgatitur krimin për një kohë të gjatë, i shtyrë për një motivi të përbuzshëm, krim të cilin e kishin vendosur të tjerët për të zhdukur Luigi Gorakuqin, i cili konsiderohej kampioni i Partisë Nacionaliste Shqiptare dhe si kërcënim i vazhdueshëm për partinë që sundon Shqipëri, partia e cila në personin e Gorakuqit shikonte njeriu në aftë për të organizuar dhe për të kryer një revolucion të ri kundër Ahmet Zogut, shkruante gjykata në Pulja. Procesi merr një kthes të fortë pas një telegrame që ministri i Italisë në Tiranë, Marchesi Durazzo, i dërgon Benito Mussolinit me 13 mars të vitit 1925. Në këtë telegram, Durazzo e njofton Mussolinin se nga armiq me Ahmet Zogun po ktheheshin në miq. Gjykuar nga pikpamja e interesit tonë, s'ka asnjë dyshim se pa penguar ecurinë e drejtësisë, do të shmangur që procesi gjyqësor ndaj vrasit të kthehet në një proces politik kundër regjimit shqiptar në fuqi dhe njerëzve që janë në krye, me të cilët jemi duke lidhur marrëveshje kaq të dobishme. E Tirana zyrtare i kishte dorëzuar Italisë me disa marrëveshje ekonomike saqë vije në dyshim pavarësia ekonomike e Shqipërisë. Traktati i tregtisë dhe lundrimit, transporti detar i mallrave dhe udhëtarëve, shfrytëzimi për 60 vjet i bituminit në një sipërfaqe 50.000 hektarësh, krijimi i Bankës Kombëtare Shqiptare me kapital italian, kishin më shumë vlerë se sa dënimi një vrasësi pa vlera. Në këto rrethana, procesi gjyqësor merr rrjedhë tjetër. Gjykata vendos që Baltion Stambolla të lirohej me arsyetimin se Luigi Gorakuqi kishte pasur rrezikshmëri politike, duke mbyllur me turp një proces gjyqësor, por edhe një histori po aq të tërshme krimit të realizuar në tokën italiane. Hasan Prishtina, ish kryeministri në ceremoninë e varrimit të Luigi Gorakuqit, tha: "Lam të mirë o mik i madh, o ndera e kombit tonë, fli qetë Gorakuq, se shpagën tënde do ta marrim dhe lullëzimin dhe përparimin e Shqipërisë do të realizojmë."
Humbja Gurakuqit është një humbje shumë e madhe, një humbje e paharrueshme, jo vetëm për Shqipërinë e pavarshme, por edhe për ata shqiptar që patën fatin e zi të mbesin jashtë kufinit të Shqipërisë së sotme. Dhe që sa do t'u e vuajt në ngrushtin e tuajve, interesohen për fatin e saj, se edhe ata që janë në hijen e flamurit kombëtar, shkruante Hasan Prishtina. Ndërkaq, deputeti Stavro Vinau tha, Gurakuqi mund quhet plutarku i Shqipërisë, e dinte dhëmbe dhe mball të gjithë shqiptarëve që kishin luajtur ndonjë rol në lëvizjen kombëtare.